Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimrama dhe mirë se takohemi në emisionin Rruga e Ndriçuar me profesor doktor Shefqat Krasniqin. Si zakonisht ky emision është drejt për drejt, kontaktues për të gjithë ju që mund të bëni pjesë në 046220022. Assalamu alaikum misera. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atëherë po fillojmë me disa nga ngjarjet jo të mira që kanë përcjellë këtë javë pra në Kosovë përgjithësi, me disa vrasje, nga vrasja në Dragash të një hoxhe, son sa më mend, domosht hoxha e parë që është vrarë, në këtë rast po flas pas lufte, dhe deri tek sot që ka ndodhur një vrasje në Podujevë. Pyetja është pse ka shumë vrasje. Dhe vrasjet familjare, domethënë vllavrasje kuptimin njerëz të afërt. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e lartësuar falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit e tij e dërgojmë, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre burrave dhe grave, të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh derisa tek kësaj dite ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj vrasjet ndodhen për shumë arsye. Duke filluar nga mos pasja njohërit mjaftueshme rreth shejtërisë së gjakut të tjetrit, e që ndërlidhet ngushtë me meselen e haramit të madh të vrasjes së një njeriu. Ajeti është shumë i qartë: "Waman qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a, waman ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Ai njeri i cili vret një njeri është sikur se të vras mbar njerëzimin, dhe ai i cili shpëton një njeri pa vdek bëhet shkaktar, është sikur se të ke shpëtuar mbar njerëzimin nga vdekja. Shejtëria e gjakut është nishe. Shejtëria e gjakut vije më njëherë në rang pas fjalës la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Po dhe të kundërtën, cili është mëkati më i madh në tokë të Zotit, është shirku, kufri, me adhuru dikend karshi Allahut apo pas Allahut, apo me bojnë qarë Allahun, me mohu Allahun te bareke ve teala. Nishe. Mëkati i dytë është vrasja. Dhe kjo argumentohet me shumë ajete, me shumë hadithe, por nuk përcjekëm shkak kohe. Pra, kur e kupton në cilën dush anë kthej, për nga mëkati, shef se mëkati më i madh në raport me njerëzit është vrasja, në raport me Allahun është shirku, për nga obligueshmëria është besimi shëndosh, fjala la ilaha illallah në raport me Allahun dhe shejtëria e gjakut në raport me njerëzit. Kjo është tepër më rëndësi. Së dyti, imani dobët e njerëzve, lidhja e zbehet, shumë e zbehet me Allahun, dhe si rrjedhoi dhënia e tepërt mas dunjas. Përndryshe, njeriu i cili e beson ajetet koranore, e beson ditën e gjykimit, dhe kupton se si apo sa rënd i është kërcënuar, apo e ka kërcënuar atë i madhi Allah. Për jetë, ai nuk e vret kënd. Po ta kuptonte, po ta dinte. Sa që do të pranonte të vritej e mos të vras. Siç ka ardhur në hadith: kun maqtulan wala takun qatilan. Bëhu apo prano me qenë i vrarë, por jo vrasës. Sikur sa i biri i Ademit, biri e vladi hajrit, i cili tha: "Len basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasatin yadayya ilayka liaqtulak
inni e khaf Allahe Rabbel Alemin. I tha vllaut, a i mirë, i tha këtit keqit. Se këj keqi, i tha ka më të vra, e i mirë, tha ti nëse e shtrin dorën për më vra mua, unë nuk e shtri. Pra të dënë më vraj, unë nuk kam vëlla me vra. Ata vlazën ishte, s'kishte njerëz tjerë, për pas vlaznive. Nuk ishte kosheri e shoke e miqe. Vlazën ishte, vlazni dhe motra, njerëz të parë. Unë tha, nuk kam vëlla me vra. Unë nuk e shtri dorën me vra vëlla. Pra, pranoj me qenë i vrarë, për jo vrasës. Dhe ashtu edhe ndodhi. Çështja tjetër, një për arsyeve tjera të shpeshtimit të vrasjeve është gjithsesi dhënia tepër pas dynjas. Dhënia tepër pas dynjas. Ku njeriu atë shumë e çmon dynjan, edhe atë shumë ka frikë se për ikë dynjaja, sa që është në gjendje për një pasurit vogël, siç thot populli për një pllom megje. Atje në dragash hoxhin për çfarë vrajten? Për sana, për kashta, për çka? Për kurgjeç. A vritet njeriu për kashta, për sana, për a vritet njeriu. A shtrin dorën robi, mi ra thik vllaut vet, për do kashte, për do sana, ose për një pllom megje. Këtë e bojnë njerëzit, sepse e duan dynjan shumë. Dhe mos të harrojmë se këto shejtani ndërhyn shumë. Shejtani mallkuar është i interesuar, është i përkushtuar në maksimum që të fut fesad, të bëj fesad, të shkaktoj përçarje mes muslimanëve. Në veçanti e mes njerëzve në përgjithësi, të derdhë gjak. Derdhja e gjakut për shejtanin është një plus i madh. Merr grada të larta tek kryeplaku i tyne, derdhja e gjak. Sepse derdhja e gjakut nuk tërhiqet mbrapa më. Nuk tërhiqet mbrapa, mbetet mëkati, mbetet belaja, mbeten pasojat. Dynjan e duan shumë njerëzit. Për fakteve gjithashtu është të shpeshtimit të vrasjeve është edhe kiameti është afër. Prej shenjave të kiametit të vogla është që të shtohen vrasjet. Sa që, ka në hadith, nuk e di i vrari pse është vrau. Edhe vrasësi pse vrau. Imagjino, deri këtë drejtë nuk e din. Po ta pyesësh të vdekurin pse të vrau, nuk di me kallëzu. Dhe po ta pyesësh vrasin pse vrau njërin, edhe kë nuk di me kallëzu. Për shenjat e kiametit. Gjithsesi, ndikim të madh ka edhe ligji shteti. Pse s'ka vrasje të tillë në Arabinë Saudite? A tregom? Nuk do thotë që s'ka, por mundon në vit një, 2 vite një, 3 vite ku diun, ekstrem rrallë. Dhe sa shteti madh është ai? Se? Sa shteti madh është krahasisht? Po, i ka përmi 30 milion banor. Edhe ato vrasje që ndodhen, zakonisht ndodhen mes të hujve. Që janë me leje qëndrimi, zakonisht. Dënimi i rand i ndalën krimet. Dënimi i rand i ndalën krimet. Kjo është psikologjia e njerëzve. Për shembull komunikacion. Po mos janë ligjet e vështira të komunikacionit, çka bëhet? Shtohen ndeshjet, komunikacion dhe si rezultat shtohen vrasjet e njerëzve. Njëjtin shtet në Arabinë Saudite, njëjtin shtet ku s'ka vrasje, gati 0% shteti me vrasje më të ulta në botë. Shteti me vrasje më të ulta në botë. Po në anën tjetër, në komunikacion, prej shteteve më shumë vdekje në botë. A më jeshtë tash, deri para 5 viteve ose 10 viteve.
derisa shteti ka nuk bën më kështu. Këta s'po marrin vesh. Edhe i kanë shtrënguar ligjet në komunikacion, edhe tash janë përkufi, janë zvogluar në minimum ndeshjet dhe si edhe vdekjet komunikacion. Edhe tek ne, rregullat, ligjet e forta në komunikacion, dënimet e mëdha, i zvoglojnë fatkeqësitë. Dënimet e rënda dhe të mëdha në vrasje e në krime, i zvoglojnë krimet. Andaj, faja është tek gjyqësori edhe tek ligjvënësit, të cilët ata i bojnë ligjin, që fjala për kuvend, i bojnë ligjin për të dënuar njerëzit. Njeriu i cili vret dikend me vrasje të qëllimshme, me paramendim, dhe nuk ka pas arsye të paarsyeshme, sepse ka njëherë njeriu, runa Zot, për shembull në shtëpi vetë hin hajni me vije dhe ky pa dashje tu më mbrojtë vret. Apo nuk krahazohet kjo vrasje. Me do njeriu me njekna perara në rrugën fushë për një që është dvogël, do të marrë njeriu. Ai është në paramendim, është e qëllimshme, dhe ai meriton me s'me pa diellin me sy më kurr. Kur. Ai nuk meriton me qenë i lirë. Nuk meriton. Kur të shtrëngash dënimet, i pakan vrasjet. Andaj shteti dohet këtu punë mi kapën dorë, sepse fundja është vetëm aparatore cila mund të ndikoj në paksimin apo zvoglimin e numrit të vrasjeve. Sigurisht, rol të rëndësishëm kanë institucionet arsimore, mediatike, anë më pak, por fetare si hoxhallarët, të cilët kanë ndikim të njerëzit. Duhet mi fol njerëzve, me majtë ligjërata. Shpesh mi fol njerëzve për shetërinë e gjakut, për shetërinë e pasunisë. Shumë dëgjon dikon që është vidh dikon, mbajnë ligjërat për shetërinë e pasunisë. Dëgjon dikon atë që preket morali, mbajnë ligjërat, fal, dhe ju njëherë shumë herë për shetërinë e moralit, për rëndësinë e ruajtjes së moralit. Ndodha që vrasë kurse tani, mbajnë ligjërat, ju njëherë, disa herë, për shetërinë e gjakut, për pasojat e vrasjeve, për mëkatën e madhe të vrasjeve. Ku na qojnë këto neve? Ku qojnë? Në një shoqëri e cila runa Zot e shkatëruar. Familjet e cilat kanë bela, ato nuk mund të qenë familje të qeta, stabile. Jo vetëm familja ngushtë, por familja gjatë. Pra është shkatërim i një kabileje, jo thjesht një familje të vogël, e një individ. Shkatërim. Allahu na ruajt ya Rabbi, Zoti na vëdi soft. Atëherë po humbur kohë, nëse kemi telefonat po inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum selam. Por nani, me Deshta në po hoxhës një pyetje. Hoxhën e rastësisht ka pedon në korridor. Edhe i një dy persona të fol për mu. Ama unë nuk pëmona mu ballafaqu me qatë vërtet, mi himi thonë që unë të nita, ama masanina hoqë shumë për lëmduna, unë pezab prej qati në fjallë. Unë pëmonona mi te i kalu ato, po gjithmonë po metin ato masanin kry, po thamune kur pja bëj pezab gjyzvetin, edhe i ka raportet e shnosha, ashto me mu, pse me folë për mu? A kishna mujt hoqë me marrë një këshill për te e qka me vepru në këtë rast? Faleminderit. Aleikum selam, natën e mirë. Allahu të rujtoj motër. Sa mirë është robi ka në herë me thanë nuk niva. Nuk pash. Sa mirë është. Mështirë, Shqipni thënë mështirë, mështihu, më ba më paracit.
se si niva, se s'morra vesh, se s'kuptova. E mi te kalu gjanat. Nga ana tjetër, a presëm ne që njerëzit na lavdrojnë gjithë, ti nëse ki fëmijë dhe je martuar e ki fëmijë. A me ndën që ti dhe unë, të dëtë, dhe ketna që kena fëmijë. A me ndojmë na që fëmijët të tu, që ti kena e të natën qëtë për te, sa, pa fund, s'ka të gjene, tamam. A me ndën se gjithë mirë flasë për ty, menojnë për ty, edhe nëntë kanë, ose babë, a shep, e vladi ki, hajnë për duarve tua, kanë dalë për barkot tanë, vesh kur të flanë për ndryshe tanë, kohën i ki me të ta, i prokupun me ta, minimum psikikisht, e shpirtnisht, por, nga njëherë, ju mërzitësh, apo, ndoshta mas shpine flasin fjalë, që miniti mërzitësh për e kesh lëndohën shumë. E nëse kja është me vlatët tu, po me të tjertë. Kështë që pse api me hungër e me pi, aty në ju bëj bukë, ku ta diun, e thmive të që e bën. Kështu është dënjaja. Andaj rëbi për me kalu këtu sfida, ndohet me u bon, kënë se nuk i marrë vesh shumë sene. As nuk bëjni. Mos një të është. Po, kaluse. Nasht. Flasin keq. Ani. Që ka thonë Hasan Basri, Allah pas më shëru. Kur kanë thonë dikosh se po të përgojon filane, ka thonë, pëse po më kallëzën? Sepse unë nuk jam të lodhë për atë punë. Nuk du të me nej keq për njerës, du të me nej mirë. Tani, a i cilë unë ka përgojuar, nëse është ashtu si që ka thonë aj, mu Zotim drejtoftën për mirësoft. Por nëse nuk është ashtu, e ma kanë gjitë, mu falën gjënahet, sepse me mërë gjënahet. Dhe unë në të dy mënyrat, në të dy rastet, përfitova. Në rastin e parë, o nalla kujtova, a tho që të meta i kamën, që ashtu jema, andaj, le të përmirësohem. Njëre e rritë, Allah është përbleft. A i se ka bën me një të mirë, se më kështë thonë sy, nuk ka me një të mirë, më kështë thonë 4 sy. Por mu marriti, fjale atina, e që është përgojim, por nuk e pas ka që mire, pas ka pasaj. Për shambull folë shumë. Ose të thëtë, ku di unë dishka që ti të më mendu mire, ka dalë që atë me të ki. Përmirësaj nuk je pa të meta, nuk je të i shajt, përmirësaj. Po nëse nuk e ki atë fare, s'ke të bëjsh me te, atër prap jenë fitim, sepse ti më rëgjënahet. Andaj, ti pa fitan. Rrej qetë, edhe pas, cëndë, më sja për këtë punë. Vazhdojmë tutje, kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Aleikum selam. Urnani. Në qëse mundë, sa kujt me i batra pyetje? Po, urnani me pyetjet. Disha me pyet hoxhën, gjysha e më ka vdek, e nëna jemi ka bërë shërbim për gati 30 vjet. A kujdes shumë për ta, domethënë, e pak para me vdek, domethënë, ajo ka lyp në anstem shumë halalën, edhe nëna jemi ka bërë halal. E tash nëna jemi di se ka ditë se po vdes, se veç Allahu e di kur vdes robi, edhe ja si ka kujtuar mja kërku halalën. E në anstemi tash i ka ngel shumë penga ajo punë, di kur ka vdek ajo. Edhe deshta me pyet, domethënë, jam martuar dashfuni, para një viti edhe më ka humbë fëmija me 1 prill. Edhe domethënë kam gjuhë versione të ndryshme, se domethënë kur i humbë 3 fëmijë, domethënë Allah ta më sa bashku me ta në xhenet.
E disa e kom gjuhë se, më thonë, fëmija e tëre e shtonë për kordoni në xhenet. Do më thonë, a mundë me shpjegu më shumë për këtë temë, në qofse mundeni. Edhe kisha dashur më pyet, më thonë, për ndërton, kur këna lindet e na kanë vua emra jo musliman, e tash alhamdulillah na udhëzu, do më thonë, edhe unë bashkëshorti, e jam në shami falit të na vaktet, edhe deshta me pyet hoxhën për mi ndrua emra, qysh me veprua, do më thonë. A lejon me vendos emrin Harun ose Jakub për burrin, e Aksa ose Hana për gruan, a bojnë këto? E Allah është përbles pa fund, shumë faleminderit. Në cilën muj ka bërtu? Është mija i parë se ka gati një vit se ka martu, edhe 5 muaj a kanë vajzë, edhe më ka vdek në barkë për shkak kordoni se është një për fytje ti. Tamam. Edhe na e kena bërë gjenazën e kreta ja kena bërë. Tamam, motër, tamam. Faleminderit, ju përshëndesim, selam aleikum. Amin, do të mëni pas pak këshill. Amin. Nona jote nuk ka që me kërku halal, vije rëzë vetë. Në parim, nëse ka këshyrë 30 vjetë, që me lip halal. Kësë ka pas 9 vete, ka pas vjeher, aje do të me lip halal rejës. Papa, në i bi, ke këshirë 30 vjetë. Pasha zote pe Allah të bërë që ke pas. Bërë që nuk e ke pas. Bërë që nuk e ke pas, me më këshirë. Por më ke këshirë si nanën tane, se qika jem, nështë ta ma mirë se qika jem. Shumë reja ka që ma shumë e këshyrin viherën se sa të qikat nanën e vetë. Ato kur të vinë tybe në prekin. Pilet ka sa të dush. Kër nana ka nevoj me pastruje, ka nevoj me shqyje, ato zojat vinë, bojnë mahabet, ato rrinë me zveti bojnë mahabet me nanë. Apo edhe nuk e prekin nanën? Bile nuk e pastruj nanën, ose mjalletu që atë ditë kur të vinë konatës, me thonë këtë kërina këto ne për nanën e lajna, veshu me kujdesë me ushqimet e tjë. Jo. Thua se kje ka nanë këtë se kanë. A në fakt, kje ka veç vjerë, nanë kanë këtu. Pra në këse rase, nuk e që ka lyp halal për i sajna. Halal me lyp ajo, për i resë, e jo reja për vjerës. Por me gjitha te, me lyp halal të keq nuk ka. Njëri për tjetërit. Nuk ka të keq kur që. Andaj thë nanës më së ledhë, veç Allahu të pagufte që për bleft, ja Rabbel Alemin, për atë kontribut apo për atë përkujdesi e që ke pas dhe vjerës tonë edhe pa as një dyshim. Allahu ka me shpërbly në dynja, para se me shpërbly në ahiret. Çështja tjetër, të ka vdekur vajza dhe ke abortuar vajzën, 5 muaj ditë do të thotë vajza ka qenë me shpirt dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë atij që vdesin 2 fëmi dhe bën sabër, do t'jenë mburoj në ditën e gjykimit. Njëherë ka thonë 3, një grup ka thonë Resulullah edhe 2, ka thonë edhe 2, në transmetim tjetër edhe një, e bën sabër. Kështu që ti jenë fitim të madhë, sepse ke qenë një fëmijë përpara, sepse në ditën e kiametit fëmija del edhe të bën shefat ndërmjetësim para lartë madhëri se Allahot, dhe runa zët, me u thonë që qoje filanë në gjehnem, fëmija thëtë zotë jam, unë nuk hyë në gjenet, pa hyë nana jam. Ku është nana jam e zotë jam, ku është nana jam e zotë jam. Bën shefat për fëmi, për nanën e vetë, la ilaha illallah, për babën e vetë. Pra e shëfë se Allahu ajdin që ka vepran. Pastaj o nanën tjetër. E bën me ndoj motra jam, që qaj e qikë, po të linte. Nashta ishtë linë me të meta. Dhe kështë pas vështirë me këqyrë. Ishe lodhë. Ose, lindë shëndosh. Por, nesa të rritë, kër të bëhet e madhe, të bëhet gati dreqë, të shpëbohen pletë. Të rritë, të dresh një lau, të rritë, të bëhet gati dreqët, dhe risa të nëzin jetën ty si nanë, dhe thua, zotë jam,
nuk po gëzoj me thonë, pse më falë, s'po gëzoj me thonë. S'po gëzoj me thonë, po zemra po thotë, këtë ka mërke mu ka herë. Sa fëmija janë zinë jetën prindit. E Allah i madhrua, ja mërë të vogël fëmiju, ma dje para se me lindë, e aja është i gjithdishëm, është i mëshirshëm, është i botë, të bareke o ta'ala. E në që ka vepran, me robë të ti dhe se vepran. A nuk në sjellë Zotin lidhe me këtë shambull në surat al-Kahf. Në surat Kahf, kur Hidri a.s. i shoqëruar me Musan, e mbyti fëmijën. Dhe Musa reagoi ashpër, pse mbyte, çka të bani? Dhe në fund çka i tha Hidri? Tha, nuk e kam bërë vetë, nuk e kam bërë nga vetja ime, e kam bërë me shpallje, me inspirim për Zotit, nga se Allahu i madhruar më tha që ky fëmijë po të rritej, do të bëhej vetë jo besimtar dhe do të ngrehte edhe nanën e babën në kufër. E Allah i madhruar deshi rahmet për ta, me marrë këte, e mja falin tjetërat hajrit. Këta kojnë pak, po i men. Këtë shambull Allahu na të regoj që, o ju musliman. Dhe çështja tjetër që është tepër më rëndësi, dhe me këtë përfundojmë. Allahu ka thonë, e hasiben nasu, e yutruku, e yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A menduan muslimanët që të thonë se ne jena muslimanët që të mos provohen. Dënjaja është provë. Dënjaja është provë. Mos provuj madhe Zot në imanin tanë, në bindjen tane, në dashurin tande, lidhjen tande me Allahun e madhruar të bareke o ta'ala. Për atë në sprova, robin ngritet lart, shtrydhet për gjenave, spastrohet për gjenave dhe ngritet e Zotit lart. Lart ngritet Allah. E Allahu, kur themi është i gjithdijshëm dhe i mëshirshëm i urtë, dën ta spastroj dikën këtë formë të ngres, nga se në forma tjera nuk mund ngritet aja pa aja. Pra Allahu dën ta çojë në xhenet në filan grade. Me punë të tjera ibadete s'mundet. Se çashtu është demela po si. E qenë Allahu diçka tjetër atje. Do një sprovë, do një bela, dhe me të ngriti madhe Allah dhe qenë atje në halt. Te bareke o ta'ala. Ose me gjenohet e cilat i ka, kësë mund të hynë gjenet, Allah që ndë një sprovë, qoftë në evlad, e me spastru këte për aty në mkateve, e me marrë në heret, me pak apo heq mkate, e pastaj me logarit i letë, e me fut në gjenet. Andaj bën saber. Atëherë po marrim një telefonat të radhës. Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje për hoxhën apo juve, pata një pyetje për hoxhën. Pas ligjëratat të hoxhës se kemi kuptuar që haxhin për të vdekur bedel nuk do të më bu për veti. Po për umre, a lejohet me bë umre për të vdekur para se më bu për veti? Allah e shpëlbej. Amen. Aleikum selam. Është koha për një blok marketingu dhe pastaj për të vazhduar tutje që ndroni me ne. Rikthehemi në studio për të vazhduar tutje me pjesën e dytë të emisionit Rruga e Ndryshuar dhe nëse kemi telefonat po enkadrojmë. Selam aleikum, përshëndetje. Apo dëgjohemi telefonata? Selam aleikum. Nëse po në dëgjoni, së duket nuk po në dëgjoni apo? Selam aleikum, përshëndetje. Ka i telefonata, po japim përgjigje asaj motrës, tek emërtimet thatë prindërit na kanë emërtu dashur pa dashur, po mënoj që kanë pyet normal, tash a bëjmë ndru emrat. Po, tha dhe për vete për burrin e udhëzu, tash e më ndru emrat, po bën tyshja, dhe nëse emrat janë të këqinj, me kuptim të keq, do të më ndru.
është obligimi në rrumë. Për shembull, nëse dikush e ngjet ja vë fëmijë të emnin katolikëve, të budistëve, të ateizë Mark, Engels, Lenin, ç'e bën kjo? Ç'e bën kjo? Ja ngjet emnin djalët Aleksandër. Ja Aleksandri i Madh, Aleksandri i Vogël, ja patriot, ja i lirë, ja o zotni. Na po flasim për musliman. Ne nuk përmohojna identitetin ton. Që jena stërnipa të i lirëve. S'kem pse me mohu që ta qenë kanë dhe shta që jena na. Por, kulturat kanë ndryshuar. Atëherë kanë qenë pagan. Paganizmi nuk ka korniza të caktuara, të vendosura për punën e emrave, po edhe për kurqës kanë. Përse për kulturës kurqës. Këti kanë që ka të dush pa. Fetë qëllore, sikurse feja krishterë kër janë fut shqiptarët në te, nuk lejnë gjithë emrin birit pagan. Sepse kjo fe, për pas besimit, e ka dhe edukatën e kulturën e vetë, jetës e përditshme. Qa e fe që është? Devjuar apo devjuar? Qa që ka qenë që është? Apo më gjithë devimit e veta që ka? Ka ardhur pasaj feja islame dhe shqiptarët janë bë musliman, etnia ka mbetur, gjaku i tyne ka mbetur, nuk ka ndryshuar. Por ka ndryshuar bindja fetare dhe se rrjedhoi edhe një pjesë e madhe kulturës edhe edukatës. Ndërto gjithsesi edhe emrat. Gjithsesi edhe emrat. Me emra njerëzit identifikohen në këtë dynja. Edhe do të identifikohen në ahiret. Për ata pejgamberi alayhis salam ka thonë, emër tani fëmijët tuaj me emra të bukur, sepse ditën e kiametit ata thirrën, ata fëmijë, njerëzit ftohen thirrën me emrat që ju kanë vu në këtë dynja dhe emrat e prindërve tyne. O filani biri filanit. Tash imagjinati, o Aleksandër i biri Muhamedit e biri Jakubit. Kurse Aleksandër është ortodoks. Ja kanë shqiptar, o zërni ortodoks. Jo kanë pagan, o shqiptoj lirë, po am pagan. Me shku në praktik, pejgamberi i Zotit, sallallahu alaihi wasallam, apo më këthin nga praktika ati të bekuari, ai u a ka ndruar shumë herë emrat sahabe. U a ka ndruar. Dhe së këndimi, ulemat kanë thanë se pikës pari prindi e kam katë gjuna nëse vendon fëmijut një emën jo musliman, e kam katë gjuna. Nuk përfalenderon Allahun për këtë fëmijë. Pjesë falënderimit të Allah për këtë fëmijë dhe hak i yt ndaj fëmijës, bërë që ke, hak i yt ndaj fëmijës është emri i mirë janë gjitë. O është sani i parë që bën ndaj fëmijës, obligimi i parë ndaj tij është emri i mirë. Emri i mirë. Qysh bëhet, do të bëhet çfarë civilizimi po bëna e civilizuar ku në shekullin 20 ne ku ta diun dhe me gjithë emra çoroditur. Dhe shumë interesante ta shqiptarët tonë. Përderisa, shembull, tek krishterët, a është mbrapa mbetërimi janë gjithë emrin kristian? A është asë është? Jo më qëfar? Jamër, gjithë ka pas dhe ka sot të dush kristiana. Po Mari, po Ev, Mari është Mërjemja, po Ev, Hava, ka pas dhe ka sot të dush. Po Sara ka të krishtere, ka ortodokse, katolike, ka qifute. Po Sara ka 5.000 vjetë.
Sara i ka afer 5.000 viteve. Këta që fot, këta të krishterë, me fraksionet e tyne, krejt këta nuk po tërprohen për i emrave të tyre fetarë. Ndërsa shqiptarët e mije tut, ma djerë këta muslimant, gratë me shamia, muslimant me mjekra, se gratë këtë falet ma shumë, gratë kanë falet ma shumë, se djemt, se burrat, shkojnë dhe thojnë, runa zët, Allahu na ruajt imanin zemrat tona, thojnë, amen i përpambetër, amen i vjetër, amen i vjetër Adem, amen i vjetër Idris, amen e pejgamberve krejt, o, zotia, o Allah, jep, ku s'ka. Jep men ku s'ka. Kështu që këta dy prindër jenë gjënaqar, apo ai cili ka vendosur pa pyet tjetrën. Dhe se rridhoj fëmijë ku të rritet dohet me ndërru emnin. Dohet me ndërru emnin. Këta dohet me ndërru emnin. Ju ndërroni emnin, se keni emnat jo musliman, vendosni çfarë dëni. Nuk është kusht të feqarin komunat, sepse ndoshta do të procedur, por të njerëzit në rrugë. Kemi telefonat, inkuadrojmë, selamu alaikum. Aleikum selam. Deshta me bën një pyetje? Po, ordoni me pyetjen. Jetojmë Tiland, edhe jam fillestare të jakum nis tash me fal 5 vakte namaz, përpara i kom fal veç 2 tash 5. Edhe deshta me apo pyetje një orë që në ndëgjojt rregullisht shqipqet Krasniqe që 15 vjet. Deshta me pyet na tash verës se kena që tash fillon akshami 11 ora. Jatësia dykon gjysë një. A bën me falë të dyja të bashkë, akshamin edhe jatësin bashkë? Pyetja është e qartë, i përshëndesim, selamu alaikum. Edhe deshta edhe në tjetër me pyet. Po, ordoni. Kur t'jam në namaz, të lutë për fëndimin e namazit, më kanë det prindit, baba që 3 vjet, nana që 1 vjet, edhe kur t'jam të lutë për ta, të bë dua për ta, më vjen për më kajt. Nësa është i qëndia të jo? Tashtën, ikindia është në 6 e diçka. 6, tamam kry. Kash në udeshtë. Faleminderit. Falë, vërda. Tjetra ndeshta me të pyet, është kur të fali Jatsin edhe drekon jam unë punë, edhe tash kur të jam për na vinë shumë afër, më duhet më qenë unë punë në 6 ora do të më kanë unë punë, e pi fali veç 4 recate Jatsin edhe drekon ka 4 recate veç farsin. Ashtë në rregull kja? Jatsin apo i qindin? I kindin e fali, 4 recate veç farset i fali. Po. Në drejkë dhe i qini. Faleminderit, ju përshëndesim, selamu alaikum. Allahu të rujtë. Se përket bashkimit të namazeve për shkak të ditës së gjatë 20 orë, 18 orë, nuk konsiderohet arsyeje mjaftueshme fetare për të bashkuar namazet, për derisa ekziston koha, namazi në kohën e vetë, koha e caktuar për çdo namaz. Lind dielli, hyn mëngjes agimi, koha e caktuar, e sabah deri në prag të lindjes. Dielli në zenit, hyn koha e drekës, derisa të zgjat e tija 2 herë sa ka qenë. Fillon e qindia, deri pak për perëndimit. Ka perëndim të dielli pa perëndon, atëherë fillon akshami. Dhe më vën vjen jatësia. Andaj obligohesh pas ka namaz, sepse Allahu ka thonë: Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Vërtet namazi për besimtarët është i definuar në kohë të caktuar. Është bërë farz, është detyrim në kohë të caktuar. S'mund është drekja në kohë të jatësis, s'mund është jatësin në kohë drekës, s'mund është sabahën në kohë drekës, s'mund është drekja në kohë të qindisë, kështë të më radhë.
Pastaj më thëtë dikush pa shumë lodhje e mund. 1.6 për agjerim. Mirë lodhje e mund verës, 1-2-3 mujtë dhe 3. Po dimnit. Po dimnit. Tash, apja ka në ju e dimnit, mës me qënë 5 sikur se nejtë më falë sabahon, po në 8 më falë sabahon. 8. Lezet. Knatësi. Po dhe. Mungi gjumë. Në 8-a, po dhe 1 natës me ra, 2 natës me ra, dhe në 8 bëllë 6 orë. Ose ta agjerimja, për keni qef kër vjen Ramazani dimnit me agjeru 4 orë, 5 orë. Për keni qef. Po, atërë, duran edhe këtë. Durajeni. E që lodhni, për që lodhni motër, për ata në pyta kur është 100 dia. 100 dia thash në ora 6. Bërflaj, pale 106, bërflaj deri në ora 10. 4 orë. Dhe 10 e gjysë. 4 orë të mira, 4 orë e gjysë gjumë. Qu, e gjysëm orë, ose 1 orë para jatësis, falë akshamin, habok nëse i hondë, ose bë diqka për të jatësin, edhe falë jatësin edhe përë. Do të në rohëra në gjumët, për s'ke qaj banë. Për 1-2-3 mujtë ditë s'ke qaj banë. Për hirë, të falët se namazet, në kohën e vetë. Dhe të ka bënë pyetje tjetër kja. Në namazë bëjt dua për prindin dhe me kajt. Po gjë me kajt sepse ke printu. Normal. Rregull ke po. Edhe kjo drejtë që një që i fali ka 4 qatë për shkak. Po, s'ka dërt, jenë punë angazhuar, s'ka dërt. Atëherë kalojmë tek telefonata tjetër e radhës. Selamu alaikum, përshëndetje. Aleikum selam. Kam një pyetje për hoxhën. Kam kërku shumë në për Google, në për YouTube videos, pas ka mujtë me gjithë një përgjigje të saktë. Qësh me thonë, a ju bëhet ma gjithë fëmijëve, përveç mësyshe që do të miru fëmijët për mësyshe, dishta me ditë, a do të mirujt edhe fëmijët, se zotë runa nësë për bënd dikush magji, edhe a ndodhë, ashtë të mëndshme dikush me bëhet ma gjithë fëmijëve. Që kjo është përteja. Natën e mirë, selamu alaikum. Asnjë njeri nuk është imun. Asnjë njeri nuk është imun ndaj magjive. Madje as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilët i bën magji, i bërë një qifot, i quajtur lebid. I quajtur lebid, i bërë magji. Por, pra dhe fëmijët futën këto. Por, jo sa hardojnë dhe se dojnë njerëzit mund të bojnë që ka të dojnë. Jo. Për ata ne lutemi, falemi, mbështetim Allahut, e bëjmë dhikrin. E Allah në mbron. E lezim kule udhu bi rabbil felek, kule udhu bi rabbin nas, 3 herë, në këshëm me njëtësi. E para sajna, e para tyre kule vë Allahu. Që në mbroje, që mbrojnë muslimanin prej sherreve, të ligave të ndryshme ndërto, edhe për indikimit shejtanit. Allahu në ruajt. Po. Kemi telefonat. Selamu alaikum. Do të shani pyetje për hoxhën. Por noni, vetëm se na lexojnë në radio apo televizorit. Dhe noni. Veç unë jafta kur më lio. Po jeni live ordoni me pyetjen. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. E kam një pyetje për hoxhën. Ordoni. Jam një mutër muslimane, desha me vë një pyetje, kam shumë dështime shtatzania dhe pse krejt analizat i kam mirë, po kam që 7 dështime, po më duket që kam se herës në sysh, unë dridhën durët, nervozuna, kam shumë dhimbje në trop, ma vjosje, pa arsye, ka 2-3 ditë edhe më kikën, jam shumë zorë, më vjen me kajtë, më po kur kam, vesh më shkel, kam qërë me nejtë, kam pas shumë dështime të merë, dhe zdi sa vjetë. A ke qenë bërrokje dikon?
Jo, nuk jam konë që tash më ka thopi kush e dosha me vetë hoxhën për me vona e rukje ose diçka, se jam në gjendje katastrofike. Tamam, ku jeton ti? Në Kosovë jam. Elhamdulillah. Në rregull, do të mëni pas pak përgjigjen, ju përshëndesim, selam aleikum. Përderisa analizat kanë dalë krejt mirë, mundësia është Zoti e din. Zoti e din. Por mundësia ekziston që të ka bërë dikush diçka. Andaj, duhet me përdorë këtë rrugë, këtë mënyrë të mjekimit, e që është me shku me bërë rrugë këtë ndonjë hoxh. Duke mos harruar, se nga njëherë analizat dalin mirë, po prapë nuk je për hoxh, por Allah nuk do me të falë fëmijë. Deri një kohë caktuar, apo ndoshta edhe heq. Sepse Allah ka thënë, "Wa yaj'alu ma yasha'u aqima", Zoti lën kanë dënë pa fëmijë. E lën pa fëmijë. Por mundet me qenë njëra prej shkaqeve të moslindjes, sehiret apo magjia. Veçanti nëse ka simptome që të cekin motra, nëse shoqërojnë simptome si lodhja e madhe, plagështia, hapja e gojës, kotet kështu në gjumë, se flaj që kanë, është më lisër, e pa takat, e pa fuqi. Të janë alamete shaja, simptome, që robi ose ka sysh, ose mund të ketë edhe magji. Andaj është mirë që mas jetë me të në Kosovë, me shku të një hoxh, edhe me i fry, me bërë rukje. Ndoshta hoxha ka me të thonë edhe diçka. Që pa të themon, për ndoshta e thot më mirë. Del për asaj shtëpie për një periudhë të caktuar. Para se me mbet 7 zana, pa pas se të mbetesh 7 zanë, del. Para prakisht, bëdhe një hap tjetër, mos je të rega as kujt kur të ngele 7 zanë. Njeri gjallë, për pas borët tanë, që do të më shku me të mjeku bashkë. Mos je të rega. Dhe mund dësesht, pravajhe, qofte me qëra me dalë, në rrugë shtëpinë, desa të lindësh. Ki për faktin se mundesh me pas dika në afër familjes tane, që mundohet me të bo keq, por mundesh edhe me pas se hirën brenda në shtëpi. Allahu na ruaj ya Rabbi. E me dalë jashtë në një qytet dikon, ose në shtëpi tjetër, ose në lagje tjetër, ose me marrëveshje me familje, me marrëveshje, pa ditë njerëz të tjerë. Pa botë madhe shumë. Pa ditë ata. Po mystifikua, jo po lodhet, ja ka puna atje, jo ku ta di unë, jo. Se ke obligim ti me dha njerëzve raport. Se ke obligim. Ku shkon çka bën të Po. Allahu të gëzohet me vlat hajrit, ja Rabbi motër. Allahu të gëzohet me vlat hajrit. Gjithsesi istikfari motër. Istikfar. Sa ma shumë natën istikfar. Doa e lutje. Sadaka me dhanë. Me njetë me të falë Allah fëmijë. Harrum pyetja ti vëllau që pyeti tha për hax bedel pa shku për vete nuk ban, por nëse bëhet fjalë për umre, a mundem me shku umre bedel pa shku për vete? Pa qysh ka njeri nëmëre për dikën pa shku, kur shkan e vetë dhe të me shku. Nëmëre njeri shkan vetë. Të vdëme që dikën dhe vetë me shku. Nëse shkan vetë nëmëre. E qysh e bën për të babë për nanë, të për vete se ke bale. Po bën e gëzun për vete umre. E shka për shëtë të shpija, hiqe hramat, e të nesërme nëse për qatë dita, për të pas 2 dite, dilja është të Mekës, veshje hramat sërish, edhe bane për nanën për babën. Anë s'ka del këtë forë. Po. Dhe për marrë edhe një pyetje mes, ku thot, unë i fali 5 kohë të namazit, mirë por nuk kam mbulesë.
A është gjuna me dalë për shtëpis me abdes e më kthy me fol namaz? Për shkak që s'ka mbulesë. Pa mbulesa nuk e prish abdesin, por e dëpson. Nuk e prish. Sepse abdesin e prish çdo gjë që del prej trupit. Por kjo e dëpson. Sigurisht që dëpson agjerimin. Agjerimin e prish që ka futet në organizëm. Ama përgojimi, folje fjalëve të pesta, sharja, dole pashami, gjithëm gjëveshje tjera, këto nuk janë futje në shqim brenda në kurgjit në organizëm, por e dëpsojnë agjerimin. E dëpsojnë. Thuj ndryshe, në mkatët si mkate, e dëpsojnë abdesin, por nuk e prishin abdesin. Nuk e prishin abdesin, sepse abdesti prishet në rast se të del diçka prej trupit. Abdesti nuk prishet, por dëpsohet. Amo të abdes ki. Nëse kthesh për punë dhe falesh, mëse të abdes. Faleminderit. Të nderuar miq të JS, kaq për emisionin e sonshëm, takohemi sot një javë dhe atëherë më mbetshë dhe natën e mirë.